Thonë që dashuria është e përjetshme, por dashuria e vërtet është vetë përjetësia. Me çdo puthje ka përcjell mira epoka dhe çdo përqafim zgjat përjet. Kjo histori flet për një dashuri të tillë. Dashurinë e Tristanit për Izoldën. Kjo dashuri e krijoi magjia dhe e tradhtoi ligësia. Kjo dashuri i çoi dy kombe në prag të luftës, por pastaj i shpëtoi. Ku i gjen gjithë këto gjëra? Dashuri e krijuar nga magjia. Duhen vetëm një palë të puth qelqi që të bëhesh mbret. Ups, më falë zanë, por unë duhet të shkruaj historinë e vërtet. Të ndodhet gjë lapse dhe letër me vete ty. Po plak guri dhe balt, apo pergamene dhe një furç. E po mirë, nuk ka problem. A dëshironi që të dëgjoni historinë e vërtet? Në rregull atëherë, receta e sotme është Tristani dhe Izolda të dashuruarit tragjik. Ata janë tamam si Romeo dhe Julieta në botën e magjisë, edhe në fund të trisht. Ata i bashkoi dashuria, por i ndau fati. Ata të dy ja dolën në banë për mrekulli. Ata të dy vërtet ja dolën në banë për mrekulli, por ta dini se nuk do të kishin hyrë kurrë në librin e prrallave, nëse nuk do të isha unë edhe kjo zana këtu. Çfarë ke? Unë po tregoj variantin tim të historisë. Me sa mbaj mend unë, historia e tyre nisi në pyjet dhe kodrat e Lionesit. Ky vend i kishte që atëherë pamjet prallore. Tristan, guvernator? Kësa e thua gjuhë titi? Jo, kësa i them stërvitje unë. Në sa stërvitje duhet të bësh që të rëzohesh? Po si kalorës duhet jemi përgatitur për çdo situatë. Po sikur mbreti të mos të bëj kalorës. Si the, kjo asgjë diskutohet. Unë jam djali ti i vetëm dhe unë do të bëjmë kalorës, për këtë jam stërvitur që i vogël. Më vjen keq, por kështu është. Lionesi s'ka nevojë për kalorës por djalë, por sundimtar. Njerëz që miratojnë ligje dhe ndërtojnë qytete. Po sikur të na pushtojnë. Atëre do të na duhen luftëtarë. Këtu ka 200 vjet që nuk bëhet luftë, more djalë. Nëse do të bëhet ndonjë luftë, tani do të luftohet me jetën e Fimi. Baba, si të duket Tristan? Katapulta jonë e re. Mirë është. Ka funksionon kjo? Këtë herë është gati madhëria juaj. Shikoje. Kjo është fjala e fundit e teknologjisë dhe mund të hedhë një kur shumë të madh deri në 400 metra. Do godasë shkullën? Po, është gjysmë e shëmbur. Mirë, nuk ka ndonjë mënyrë më të mirë për... Jo, ky instrument është i saktë si bisturia. Baba, unë mendoj që kjo nuk është fort e kujdes sigurt. kokat. Do të funksionoj sa hape bëllëshet.
E po, shiko. Baba, kujdes! Gjatë e shpejt! Faleminderit, birë. Të paktën diçka u shkatrua. Faleminderit që ma tregove katapultën. Tani po shkoj të mësoj. Si? Jo, nuk të thira për katapultën. Eja me mua, birë. Eja dhe, ndërsa ti bëj gati katapultën tjetër për nesër. O, madhëria juaj. Bën mirë të shkosh e të ndërrohesh. Ide mirë. Shkojmë. Eja, birë. Tristan, djalimi vogël u bë burr. Tristan, unë dhe mamaja jote të kemi parë këto muajt e fundit dhe kemi vendosur që tani ka ardhur koha që... të martohesh. Ha? Të martohem? Çfarë thua? Mos deshe të thuash të bëhem kalorç? Jo, të martohesh. Miku im mbreti Baldok i Bretanjës ka një vajzë që është në moshën tënde. Por unë se kam takuar kur atë? Baldok ka menduar për gjithçka. Në ka dërguar disa portrete. Shikoj. E po, duken mirë me shëndet. Pa më thuaj, çfarë karakteri ka si njeri? Zakonisht është e butë si qënjë, por ka patur një incident me sfurk në kopësht. U deshën 3 pura që t'ja shkullin. Ishte... Po e dashur. Tristani ti duhet të mendohet shumë. Më ndihmo të lutem, thuaj ndonjë fjalë. Si thua, sikur ta lëm pak vetëm? Natyrisht, patjetër. Unë mendoj se martesa... E po urime djalosh, do të bëhesh mbret. Mbret? I Lionesit dhe i Bretanjës. Fëmijët tuaj do të jenë të zgjuar dhe të mrekullueshëm si... Fëmijët tanë, the? Po nuk duhet të haun pastoruan. Kalorësit duhet të përballojnë edhe rrezikit më të mëdha pa u dridhur dhe pa u trembur fare për veten e tyre. Pa u trembur fare për veten, Guvernator! Kalorësi duhet të përballet me rreziqe të mëdha. E di. Por ju doni që të keni një mbret, një bashkëshort e një baba. Ju doni 3 gjëra për njerëz. Dhe unë jam vetëm një, duke qartë që kemi një keq kuptim këtu. Avash, ku do të shkosh mor bir? Në Kornalis. Ai është një vend i egër dhe ideal për mua. Në Kornalis? Atje mbretëron xhaxhai i Marku që mund të më bëj kalorës. Por në fillim do të shkoj në stall, se më duhet një kal i shpejt. Shigjeta! Faleminderit guvernator. Ai kujdes për veten dhe mos harro. Shtri këmbët sa ke organin. Është pak e ngatruar, por do përpiqem të mos e harroj. Kornalis, vendi i ftohtë dhe me erë, apo jo? Kjo zonë duhet të ketë klimë të veçantë. Wow, sa vend i bukur. Nuk e di se çfarë është kjo, por që nga shumë e fortë. Duhet të jetë e mirë për shkop. Hey, oh! Shpata ime! Si të
duket kërcimi me varje, Buçko. Ky është sporti im i preferuar. Të ngre nivelin e adrenalinës. Më falni shumë. Më fal po për pak harrova. Ke dëgjuar për ligjin e shkeljes së pronës së tjetër? Çfarë? Prit. Kam punuar 10.000 vjet për ta bërë të bukur këtë vend, edhe ti vjen këtu dhe kërkon që të ma prisësh. Kush je ti? Unë jam ëndra jote dhe më e tmerrshme. Quhem Robin Hood, por shumica më thrasin pak. Po unë nuk doja që të bëja keq. Sa njerëz thonë kështu, ta dish ti? Unë doja vetëm të prisja një shkop. Ti doje të prisje çfarë? Ide e keqe, Ajde çfarë? Shiko këtu, unë zakonisht jam shumë i qetë. Në fakt, nuk i shqetësoj fqinjet edhe zakonisht mbaj vendin tim në natyrë. Po e di çfarë me ty? Unë do të çmendem! Në rregull, pra Lule, erdhi koha e drekës. Po tallesh ti tani. Lulja e vogël nuk më ha dot. Ashtu, edhe me vas? Po, jam shumë i sigurt. Po humbe! Mira, unë babasi, mjaft tani. Shiko se unë nuk ha, më beso. Do të bëj keq. Mjaft luajt e Lule, mjaft. Tani, haje ose ndryshe nuk ka ëmbëlsirë. Ja, prit. Jam shumë i ri për të ngrënë. Zgjon nga gjumi Tristan se po sheh ëndër më duket. Çfarë the se s'dëgjova? Më thuaj prap emrin? Jam Tristani. Vajtit edhe pak më shumë se nuk të dëgjoj. Tristani! Tani të dëgjova shumë qartë. Çfarë zëri? Ke menduar ndonjëherë ti futesh operas djalosh? Jo, të lutem, jo prap. Prit pak. Më fal, por mos je gjë Tristani famshëm ti. Unë jam nga Lionesi. Shumë bukur. Qenë ke ti dora vet pra. Fantastike. E beson do të thanë, e kemi profecin për para syve tanë. Profeci? Çfarë do të thuash? Më fal djalosh, por ku ta dija unë se ti një ditë do të kaloje këtej nga pyllim. Unë po dridhen tani i gjithi që e mendoj se për pak të përpiju kjo lulja idiote që shikon aty. Tani, Lule, ktheu aj sa ishe në fillim edhe që e pegojen mos falfare. A ka mundësi që të më ullësh tani? More djal, ti se di se që rezi që të presi. Hej, më ullë poshtë! Të regull atër. Më falë për këtë ulljen e fortë. Më vrave, Po pse çfarë prisi që të bëja unë? Ti dhunove kryeveprën time. Pak! Krimtaria jote është po aq e çuditshme sa mikpritja. Sa për të qeshur na çudite. 1-0 për Tristanin kështu, a? Tani si është kjo punë e profecisë? Çfarë është? Po, në fakt është pak e keqe sepse ty të tradhtojnë. Të tradhtojnë? Kush? Dëgjoj këtu dalosh. Nëse do që të shpëtosh, duhet i shmangesh 3 gjërave. 1. Mos dil kur vullnetar, po kurra? 2. Mos bjer kur në dashuri. Edhe 3. Qëndroj larg oborit të mbretit Mark se aty të pret belaja. Obori mbretit Mark? Po, ajo është sjella e madhe për te. Ajo me ato bedenat. Faleminderit. Dhe mirupafshim. Gëzohem që unë njom. Më duket se i tregova rrugën për tek mbreti Mark. Po sa budalla që jam. E di. Unë gjithmonë kam dashur të luaj me fatin edhe më pëlqeu ky djalë. Si mendon ti Zan? Në rregull atëherë. Bëj gati valizhet se nuk kemi kohë për të humbur dhe ndiqja të kalin nga mbrapa. Shiko këtu, se nuk jam princi i riun. Mos prap ti, më lësho të thash. Më lësho se më mbyte. Më fani zotri, çfarë po ndodh? Mos po zhvillojnë ndonjë panajër? Jo, mbreti do të flasë para popullit. Ka të reja nga Irlandis. Të reja nga? Është gjithë, shkojmë të shohim njerë. Dëgjoni o popull, fjalët që keni dëgjuar janë të vërteta. Nga e drejta e luftës, mbretit merr i Irlandisit kërkon çdo vit 100 prej fëmijëve tanë që të vriten. Këtë vit i kam kërkuar të anulloj këtë vendim, por ai kërkon që ne të paguajmë. Jo, tur! Nuk mund të paguajmë, ky është një turp.
Por nëse bëjmë luftë, do të vdesim e mira. Duhet të kërkojmë një mënyrë tjetër. Edhe çfarë mënyre? Të kërkojmë dy luftim. E kam sfiduar të merri në duel trimashk, dhe sipas rregullave kalorsjake duhet të pranoj. Nëse njeriu i tij fiton, atëherë duhet të paguajmë ne. Nëse fiton njeriu ynë, atëherë borxhi zhduket një herë për gjithnjë. Edhe na thoni, madhëri, kë ka zgjedhur si përfaqësues dueli mbreti pa kuror? Ai ka zgjedhur gigantin Morholt. Po, është e vërtet, ka zgjedhur Morholt të pathyeshmin. Tani kush nga ju përballet me gigantin për hir të fëmijëve tan? E kuptova, atëherë heshtja juaj do të thot skllavëria jon. Dhe e bëj unë. Unë do luftoj. Madhëri, po harroni të mirat që sjell lufta, mund të fitojmë haraç edhe lavdi, madhëri. Ti? E kush qën ke ti? Ti nuk je kalor si im. Ai nuk është kalor si askujt, madhëri. Madhëria juaj, është e vërtet që unë këtu jam i huaj dhe që nuk jam kalors. Por ta dini që tiranin dhe gërsin i luftoj kudo ku i gjej. E po shko gjej një vend tjetër, more bird. Madhëri, unë mund të mbledh 5.000 burra brenda. E ti do të luftosh për ne në emër të kodit të fisnikërisë? Në emër të kodit të fisnikërisë dhe në emër të familjes. Emri im është Tristan, Tristani i Lionesit. Tristani, po ti qën ke djali i vllajt tim, ti qën ke nipi im. E si e kam vëllan, po Eleonora si është, duhet të di gjithçka për ta. Ata janë shumë mirë, ata të bëjnë të falë. Nip, Morholti është shumë i fort, më mirë t'ja lem këtë duel një luftotari me më shumë përvojë. Unë kështu mendoj. Madhëria juaj, ju bë thirrje për vullnetar. Por madhëria ai nuk është kalors, edhe sfida kërkon kalors. Kjo është vërejtja juaj e vet me Lord Ganelon? Atëhere, për ulluni. Ngriu kalorës, Tristani Lionesit, qoftë me ty drejtësia dhe e mira. Nipi mbretit, apo ja? Sa prekse. Kontrolloje, mos ja ndaj sy gjithë kohës. Pa dyshim që ai është i çmendur. Tristani ishte turbulluar, po shkonte drejt vdekjes, madje me një shpejtësi maramance dhe shumë të çmendur. Zan mjaft. Në rregull, nuk do ta bëjmë. Pra, heroi ynë nuk e dinte se mbretëresha Morvena e Irlandisit e kishte lyer shpatën e Morholtit me një helm të tmerrshëm, me gjak bletësh. Tristani nuk kishte thuajse asnjë mundësi për fitore. Po mos harroni zonjusha se në krah të tij isha edhe unë, krejt i vetëm. Ja, edhe shpëtimtari ynë unis. Mbase bie nga kalje dhe thyen qafën. Kështu Morholti s'do t'i bëj fare ato 2 minuta nxemje me shpatë. Bashe ka një mundësi për fitore. Po si. Margjidok, kush do të bëhet mbret pas vdekjes së Markut? E po, mbreti s'u martua kur. S'ka të rishkimtar. Pikërisht. Atëherë? Unë mendoj se banorët do ta zgjedhin me patjetër një regjent, njëri prej nesh. Por ja që tani Markut i doli një nip. Kush ka nevojë për regjent kur ka nipin e mbretit? Pra, ju mendoni se... Po më hyn në pjesë. Po. Froni i Cornwallisit do të ishte një fillim i mirë drejt pushtimit të Westlandit, Morsia, Cornmanthit edhe jugut gjithashtu. Por ja që më prishipun ky budallaj që vjen e sillet si hero këtu. Megjithatë, duhet të shohim anën e mirë të çështjes. Tristani po shkon drejt vdekjes së sigurt.
Përshëndetje! E pe atë shënimin në plazh? Aty shkruaj jo ushtri pushtuese. Ne nuk po pushtojmë, mor kalor si vogël. Kjo tokë i takon mbretit tim, të merrit të pamëshirshëm. Shko në shtëpi, Morholt, sepse këtu të pret vetëm vdekja. Mu hiq qafe, mor djal. Ose dil në shesh të burrave lufto. E, more, demi dërbuar. Afro të shojmë nëse di vetëm të flasësh apo dhe të luftosh. Si po do të duket fluturimi, more voglush? Jepi djalosh! Ka që pati edhe kurajoja jote, s'pas ke pik fuqie. Ti thjesht po shtyn vdekjen, djalosh. Ti ende nuk e fituar. Nere në djalosh, tani futa aty në sep. Jepi tani, jepi fund, forca, godit e kujdon. Unë as lodhem dhe as nuk dorësohem. Ti more djalosh, pas ke qenë më i miri Kornalis? A të bëj një pyetje, Morholt? I ke larë ndonjëherë dhëmbët? O, zoti madh! O, mos! Më duhet të bëj diçka! Barzmorja ime u prodhua në një vulkan, more voglush. As një shpat e bërë në dorë e njeriut se shpondot. Tani thuaj fjalët e fund. O, mos, tani mori fund gjithçka, unë nuk mund të shoh. Sytë e mi do të vras. A do dorëzohesh, Morholt? Unë dorëzohem. Atëre ktheu në shtëpi dhe i thuaj të merrit se fëmijët e Kornalisit s'do bëhen kurrë sklever. I thash të mos e bënte këtë. Nuk doja që ti ndodhte kjo gjë, nuk doja. O, zoti madh, Zan, shiko, ai fitoi. Tristan, lëvduar qof Perëndia. Madhëri, kjo është shpata e Morholtit. Më bëhet qefi, djalosh. Faleminderit, madhëria juaj. Tani do të bëjmë festën më të madhe që ka parë ndonjëherë ky vend. Kjo është vërtet diçka e bukur, por mua më duhet të pushoj pak. Të lumt, djalosh! E tregove veten tënde, të lumt! Hej, Tristan, apo më dëgjon mua apo jo? Unë po të lavdëroj, edhe mua më duhet që ta pranoj. Thomas! Ti vdishe? Ej, Tristan, dëgjo, ke vetëm një mundësi të vogël për të shpëtuar, por duhet të bësh atë që të them unë, në rregull? Je gati? Po, vetë se nesër në mëngjes. Në këtë moment, ushtar! Në rregull. Gati, tu! Marsho! 1, 2, 1, 2. E maj, dal! Pak, çfarë po bëjmë këtu? Nuk ndihem shumë mirë.
duhet të shtrihem. Në qoftë se ti shtrihesh tani, merr fund. Duhet të vazhdosh. Vazhdo. Duhet i besosh erës edhe patitës që ato të çojnë atje ku duhet të shkosh. Vetëm dikush që e njeh këtë helm mund të t'jap kundër helmit. Atje te është irlandisi. Nga erdhi Morholti. Unë do t'i bëj një magji të vogël kësaj barke. Do me thënë, mund të të ndihmoj për të të quar tek dikush që mund të të çrojë. Po kjo është menduria. Po kush e di këtë, ti apo unë? E çfarë do bëj kur të shkoj atje? E ku ta di unë? Thuaj që je tregtare ndacak. Tani bark nisu. Mirë ke, por çfarë do të shes unë aty? Çfarë të duash përveç trurit, sepse ata do ta kuptojnë shumë shpejt që nuk ke fare. Princesh, më duket se këtu është dikush gjallë. A mos duhet ta vras? Jo, patjetër që jo. Sille se do ta kuroj në kështjellën e babait. Mos u përpiq të lëvizësh, se do të koputen fashot. Të thash, ky ilaç të ndihmon. Është i ftohtë. Sigurisht se është akull. Më dëgjoj, unë jam i helmuar. Duhet më çosh tek doktori. Më duhet. Jo, nuk të duhet më gjë. Kundër helmi për gjakun e bledhve është vaj i talerinit. Unë ta vendosa mbi plag kur ti po flije. Ti e vure mbi plag? Rrobat i ke të sëndukur në fund të shtratit. Të gjitha. Mos u shqetëso. Unë jam mjeke dhe quhem Izolda. Jam vajza e Tmerit i Irlandisit. Kjo është Branguina, shoqëruesja ime. Mirë se vjen oborin e Timeti, zoti... Si ke emrin? Unë jam Tantris. Tantris? Po, Tantris i Skocis. Tantris i Skocis? Ndaj flet me dialekt. Në fakt, unë jam nga jugu i Skocis. Zënjush, ju po mbani zi? Pa. Për bashkëshortin? Jo, për Xhaxhan. Për Xhaxhan tim, Morholtin. Xhaxhai juaj Morholt? Ai trup madhi, kokuq dhe me parzmore kuqezi? E njih keni? Jo, se kam takuar kur. Kur, si vdiq, më thuaj. Nuk vdiq, por i mate për zuri nga obori. E përse? Çfarë bëri ai? Humbi 2 luftimin. I mate dërgoi në Kornalis me mision diplomatik dhe atje një kalorës i panjohur e mundi me tradhti. I jam betuar të hakmeren për Xhaxhan. Po nuk besoj se do ta takoj ndonjëra të kalorës. E po, ju s'kishit për ta njohur edhe po ta shinit apo jo? Se keni takuar kur këtë njeri? E di, kjo është një cifël e mbetur nga shpata e tij në mburojen e Xhaxhait tim. I përket kalorësit që e mundi, dhe një ditë un kam për t'ia kthyer këtë cifël. Mos. Si tu duk? I trullosur, budalla dhe i pa edukat, por simpatik. Përshëndetje Dalosh. Pak. Hey, i që duar se unë nuk përqafoj njeri. Je mrekullueshëm. E pe atë vajzën më kuroj. Dhe është vajza e armiku tënd më të madh. Po, por... Dgjoj këtu Dalosh. Ky nuk është vendi përshtatshëm për ty. A e mban mend që të thash të mos biesh në dashuri? Tani fytyra të ka marrë një pamje të lumtur që tregon se... Tantris! Zoti kush? E po unë nuk ja tregova emrin e vërtet, se mund që të... Pikërisht pra mundet. Pa më thuaj pak. Më fal po për pak harrova. A ka të ardhur me lidhja me një vajzë që të do të vdekur? Zoti Tantris, ku jeni futur? E kam shumë seriozisht. Por e në dashuri me të, more fund Tristan. Më saktë, do të shtypesh si miz nga rrota e historisë. Mos bjerë në dashuri. E more vesh tani! Unë kujdesem vetë për vete. Po si pra. Princesh! Ja ku qenke, tani është koha të ndërosh fashot.
Faleminderit princesh, por tani u shërova plotësisht. Nuk kam nevojë më për, megjithse ti je mjekja. Të shtriem? Për këto duhet pyetur Branguina se ajo I lidh plagët. Lere fare. Në fakt unë kam nevojë për ushtrime gjimnastikore. A do të më shoqëroni për shëtitje? Po, me kënaqësi. Zan, ne duhet ta ndalim këtë gjë. Është për të mirën e tij. Duhet të keni parë shumë gjëra në endjet tuaja, zoti Tantris. Po, por gjën më të bukur që unë kam parë, unë e pash vetëm dje. Po, në fakt kështjella e Timetit duket shumë e bukur nga deti. Jo, unë doja të thosha se s'kam parë gjë më të bukur se sa... Më fali, princesh, unë... S'ka gjë, zoti Tantris. Mbasi ju duhet dhe ndonjë ilaç për ftohje. A e dini, princesh, Kopshti është vendi ku dukeni më bukur, sepse edhe vetë jeni si lule. Ndonjëherë duhet të bëhesh shumë I keq që të ndihmosh. Oh, ashtu? E çfarë luleje? E po lule si kjo? Oh. Jo ashtu. Ti je si zapat. A ishte vetëm kaktus. Ka që pati, tani janë drejqun qefin. Ju keni një dhunti kaq të mrekullueshme. Ju shëroni të smurët. Po, është gjëja më e rëndësishme jetës time. Por çfarë do të jepni dikujt që vuan nga dashuria? Nga dashuria? Po ju, çfarë do t'i rekomandoni një të sëmurit të tillë? Po e bëj vetëm për të mirën tënde, djalosh. Unë them se do më shëronte një fjalë vetme. Sikur ju të më thoshit, au! 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 Zoti Tantris, nuk kam parë kur diçka të tillë. Ja ku pa edhe kjo. Po ju duhet të vini patjetër në ballon ton sonte. Çfarë është balloja? Është vallëzim. Ne organizojmë gjithë një ballo në këtë kohë. Po ju do jeni aty? Ndoshta edhe vi. E po atëre mbase shiheni aty. Mos! Më falni, por a nuk ju duket vetja pak I çuditshëm dhe I veshur ngarkuar për një festë balloje, djalosh? E drejt. Hidhi një sy shpatës. Ka që pati, ka rënë dashuri. Duket nga syt. I ditëllojnë si thëngji dhe duket si kur të sheh, por se ka mendjen fare. Më fal. Mo duke si dikush tjetër. Mirë, si të duash ti, bukurosh. Jo, shiko, më falu, unë po kërkoja... Ky kavalier mendoj se ka ardhur për mua. Por mua më thanë që modeli princeshës më bën të parezistueshme. Askush s'është si princesha. Nuk vallzon shumë. Unë mund të vallzoj edhe më shumë po ti me ju. Ma fal po, unë rrallë shkoj në Skoci. Sa mirë. Mirë mbrëma, baba. Izolda, sa mirë që pas ke ardhur. Kush që nga ky miku I tiri? Ky është kalorsi për të cilin të fola dhe është nga Skocia. Ashtu? Mendoja se ishte smur. Ishte, po e shërova unë. Kishte thjesht helmim gjatë. Më ka mësuar mamaja si ta shëroj vite më parë. Me sa duket, Tantrisi pas ka pasur shumë fat. Eja me mua në veranë, Tantris. Eja! Zoti Tantris. Mua nuk më duket edhe aq skocez. A I sheh që vërdall zan? Unë vë basa I budallaj po kërcen tani me të dhe po I prish mendjen në prralla. Përse nuk ma vuri veshin mua? O, sa e trishtueshme që po më duket. Shkojmë atje. A nuk duket të mrekullueshme nata, zoti Tantris? Mos duhet të bashkohemi me të tjerët? Ma vall, dua të tregoj diçka. Çfarë? Prit se do ta shohësh. Loja ende nuk ka mbaruar, zan.
Kjo është nata e yjeve që bien. Sa pamje bukur. Prit se nuk e parë më të bukurën. Jam i sigurt për këtë. Unë në fakt do të dëshiroja që ky moment të zjaste për gjithmonë. Si janë këta njerëzit? Hej Zan, duhet të bësh diçka përpara se ata të bien kokë këm brenda. Oh, shiko Tantris, filluan. Mos, edhe qielli është me ta. Unë dorëzohem, nuk fitoj. Zan, çfarë? Shpata e Tristanit? Po, patjetër, shumë mirë të vajti në mendje. Shkollën mbaroj këtë punë, Zan. Ija me mua. We watched the same sunrise, now we're together. We searched the world, now we are together. And through our love we learn to dream. Without love, no eternity. Forca Izol, shikoj e shpatën. Shikoj e shpatën, po të them. Po kjo shpatë nga mbiu këtu. Pa! Kjo mos është shpata jote? Si? Jo, shiko, unë është e gjitha, kjo është... Roje! Ups. Izolta, jo. Qo jeni te kimat? Më lërë që të shpjegohem. Izolta! Rati që nke kalorë si që mundi vëllajnë tim moroltin. Fitova në 2 luftim të ndershëm, por a i me helmoj me shpatë. Shko në shtëpi tek mbreti Mark dhe i thuaj që kur të vijë herën tjetër në Cornalis do të sjell me vete 20.000 trima. O shkele përsëri në mbretërin time, me dëshirën më të madhe kam për të vrarë. Përshëndetje Delosh, u ktheve, a? Ti ma punove këtë mua. Çfarë të punova? Që të shpëtova jetën? Mos më fillu prapë me atë profecin. Unë takova vajzën më të ëmbël e më të bukur në botë, por tani ajo më urren. Ej! Çfarë? A ke dëgjuar ndonjëherë për ligjin e Murphyt? Çdo gjë që mund të shkojë keq, do të shkojë keq. Unë thjesht po parandaloja... Ligji shkeljes së pronës, ligji fizikës, ligji Murphyt. Më lodhe me këto ligje. Që nga ky moment e tutje, do t'i bëj vetë ligjet. Më kuptove mirë tani? Në rregull, bëj si të duash. Por edhe unë, ama, do të bëj si të dua. Tani s'kthesh do të më mbrapsh, zonjush. Se duhet të kthehem? Ai më gënjeu, më shfrytëzoi. Dhe doli në duel me një gjigant për të shpëtuar popullin e tij. Oh, Branguina, po sikur të futemi në luftë me Cornalisin. Atëherë ai do të luftojë. Tristan mor djalë, mirë se erdhe, u shqetësuam shumë për ty, apo jo, Ganelon? U trembëm për vdekje, madhëria im. Po si u shërove nga Elmi, e çfarë të ndodhi? Kjo është një histori e gjatë, madhëria juaj. Na e trego pas mbledhjes së këshillit, pas një ore të vish në dhomën e Fronit. Ja dhe Rojdicës, tani është bërë këshilltari mbretit, njerëzit e duan. Lexoje pak, spionët tanë thonë gjëra krejt të tjera për Tristanin. I përzën. Edhe nëse kthehet e pret vdekja, mendoj se ka ardhur koha të udhtoj sërish, të kthehet prapër në Irlandis. Mbledhja deklarohet e hapur.
Lord Ganeloni kërkon që ne të bisedojmë për çështjen e Irlandisit. Faleminderit, madhëri. Unë kam një mendim për këtë çështje, por dua të dëgjoj më parë kolegët e mi. S'ka ndryshuar asgjë. Irlandisi vazhdon të jetë kërcënim për ne. Ma duhen ushtar. 2000 këmbësor. Minimumi. 2000? Bëheni 5000. Jo, punë që nuk bëhet. Për mua nena duhet një traktat i ri. E çfarë do ta ndalte të merrin që pasi të firmoste një traktat me ne, të na sulmonte prap? Një martesë mbretërore. Martesë? Mes jush edhe Izoldës, vajzës së Tmerrit. Kjo ide po më pëlqen shumë. Më lejoni, madhëri, që si ambasador për në oborin e Irlandisit të propozoj Tristanin. Mua? Ai ka disa miq atje. Kjo punë është ideale për të. Madje prisja që ai të dilte vetë vullnetar në fakt. Madhëri, nëse kjo ndihmon për paqen e Irlandis, unë po shkoj. Por mbase duhet t'u them që... Asa ideale, madje shumë fjalë prekse. Ganeloni ka të drejtë. I qësit që ti zure në Irlandis të bëjnë ambasador shumë bindës. A ka ndonjë çështje tjetër? Jo? Atëherë mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Nuk e di që po blua në mendje Lord Ganelon, por s'kam për të lënë të qetë. E di që po fillon të më pëlqej ky djalë, por pas vdekjes. Mirë tani shigjet, si do shkoj deri në oborin e mbretit merë pa u vrarë? Si thua ti? Ke ndonjë ide? Hej, çfarë po ndodh këtu? Më falni, a mund t'ju pyes për diçka? Çfarë po ndodh këtu, mik? A s'është ditë tregu sot? Ashtu më duket edhe mua. Po përse po ikin të gjithë kaq shpejt? Sepse kanë parë bishën e kalonit. Bishën e kujt? Po ti që ke huaj, more djalos. Është një dragua, i madh madje. Jeton 25 kilometra larg që këtu. A është i rrezikshëm? I rrezikshëm the? Është dragua, ka djegur 5 shatra dhe ka vrarë mbretin. Mbretin the? Mbretin plak, Laudokun. 50 vjet më parë ai shkoi të vriste bishën dhe s'u kthye më. Tani bisha ka kurorën mbretërore të Irlandisit dhe Tmerris mund të jetë mbret me të drejtat të plota derisa të marrë kurorën. Ai është betuar se njeriu që e vret dragojin dhe merr kurorën mund të kërkoj çfarë ti doj zemra. A mund të më çosh te ky dragoj? Të dukem gjë budalla unë ty? Të mjafton kjo kulet këtu? Si të duket? Do të nisemi nesër që në mëngjes. Jo, do nisemi tani. Qetëso, mik. Arritëm? Ti më the më duket 25 kilometra. Në vita drejt. Shiko. Ja ku është? Ja, tani atë kuleta me Flori. Po, merre, ja ku e ke. Faleminderit. Më dukej pak si i tensionuar, no? Mirë shigjet, le të shkojmë tani. Ne s'kemi frikë nga një draguaj i vogël, apo jo? Duhet të kisha sjell një pishtar me vete. A e pesi u zverë nga frika i? Po ti nga mbive këtu? E po, është të themu një shkreti. Ja pra, babi me mamin tu eshin shumë dhe unë biva këtu nga që... Po them për këtu në Irlandis. Hej, unë jam forës e natyrës. Kudo ku ka gjelbërim, gjendet edhe paku. Një sog i vogël më tha që ti po kërkoje bishën e kalonit. Ndaj, erdha për të parë pak spektakël. Bishën e kalonit? Digje ti si ka... Rruga që nga këti. Dëgjoj këtu djalësh, kjo mua nuk më duket ide shumë e mirë. Kështu të edhe për dueli me Marholtin. Pikërisht, që të gjuar ndonjëherë për ligjin e mesatares, herët apo vondi
Si të duash, fal. Prit, të qëndrojmë bashkë. Ky vend që nga fantastik. Kush ka jetuar këtu? Gjigantët e Gondorit. Kanë qenë shumë të këqinj dhe bën mirë që thyen qafë. Djalosh, duhet të të them diçka. Çfarë? E po këtu nuk rritet asnjë bimë dhe unë nuk mund të ndihmoj dot më shumë se Nuk ka gjë. E gjetëm strofkën e dragojt. Shikoj gjithë këto thesare. Ku pa shkon? Po u kthye dragojna, po që të dyve në hell, mos! Kurora e lavës. Në qoftë se unë kthej kokën tani, kam frikë se do të shikoj diçka të tmerrshme. Pak! Lëviz shpejt! Duhet të ikim që këtej. Shpejt, kap shpatën. Jepi, qohu! Kujdet nga bishti! Që mund të bile mban. Sa keqen a iku kot. Çfarë thua? U s'kam prova që e vrava dragojnë dhe mbreti të merë s'ka për të më besuar kur tani. Prova? Do të thuash si kjo kurora? Kurora! Mak! Ti more kurorën! Po, e mora. Eja tani djalosh, duhet të nisësh shpejt drejt pallatit. Faleminderit të dyve. Zotja kisha dalë do të baju. Mirë, mos harro të na lësh në një gjë në testament. Ky vend ka nevojë vërtet për pakjetë. Aty shpëtuan për pak, Më degën akoma këmbët nga ndërtësia.
E hoqëm qafe të bisht të shëmtuar më në fund. Bëre një lëvizje të mrekullueshme zan. E di çfarë? Ti ndonjëherë më verbon fare zemra. Gjithsesi, mbreti Tmer dhe Marina u habitën kur panë se kush e vrau dragojin. Por Tmeri ishte kaq i gëzuar për kthimin e kurorës së babait dhe e respektoi betimin, duke e lejuar të bien të ikte me Tristanin në Cornalis, ku ajo do të martohej me mbretin Mark. Paqja mes dy kombeve u ruajt dhe kështu erdhi momenti i nisjes së princeshës. Veshjet e princeshës! Veshjet e princeshës! Këpucët e princeshës! Sa shumë gjëra që pas. Fara për kopshtin mbretëror! O, zoti madh, grata kthejna një në kopsht lulesh. Princesha Izol! Princesha Izol? Madhëria juaj! Mirë se erdhët! Patjetër, kapiten. Tani më dëgjoj me kujdes, Branguin. Kjo është një pjesë shumë e fortë. Pasi të takohen Marku dhe Izolda, hidhua këtë pije në gota. Pasi ta pinë, do të bien marrëzisht në dashuri me njëri tjetrin. Kjo martesë nuk duhet të dështoj. Prej saj varet lumturia e Izoldës dhe Irlandisit. Mund të keni besim tek unë, madhëri. Madhëria juaj. Zoti Tantris. Oh, më falni, zoti Tristan, gënjeshtari i famshëm i Lionesit. Në të vërtetë unë dua që të pajtohemi, princesh. Oh, s'ka problem. Ju më fituat në një dy luftim të ndershëm. Tani mund të më jepni duart si të doni, nuk ka ndonjë rëndësi. Unë nuk kisha asnjë zgjidhje tjetër. Jam i detyruar t'i bindem mbretit Mark. Po të varen nga unë, takimi ynë i dytë do të ishte krejt tjetër. A mund të besoj këtë herë? Isha i detyruar të të gënjeja. Më rrezikoi jeta, por unë ndjej vërtet për ju. Kam për të qenë shumë e vetmuar në Cornalis, zoti Tristan. A mund të mbështeten tek ju si mik? Nëse s'më mbetet gjë tjetër, kam për të qenë gjithmonë miku yt. A u ngarkuan të gjitha? Mirë atëherë, ngrem spirancën dhe nisemi. Mos të shoha si detar të rikot. Shtërngoni litarët, ngrini velat, lëvizni! Kapiteni thot se në mëngjes do të arrim në Cornalis. Kjo është e vërtet, madhëri. Aty pastaj do të martohem me Mark. Jo, princesh. Sipas ligjeve tona, fejesa zgjat 30 ditë. Do të martoheni pas 30 ditëve. I mat s'ka për të qenë aty që të më shoqëroj në altar. A mund të ma bëni ju këtë nder? Princesh, mos ma kërkoni këtë. Unë po shkoj e po kujdesen për Kali. Po, më mirë. Natën e mirë, zoti Tristan. Mbrëmje madhështore. Na duhet pak verë në këtë tavolin. Asnjëherë nuk gjenden shërbëtor të mirë. I adhuroj këta ngrënësit e zjarrit. Zonja Branguin, sa mirë bët që në imbushët gotë. Kjo është verë nga Irlandi, si madhëri. Është dhurat nga mbretëresha Morvena. Sa herë kthehet Tristani nga Irlandisi, na sjell suvenire mbreslënse, dhe këtë shëndet dua ta ngre për Tristanin, për paqen në Cornalis dhe për nusen më të bukur që kam parë ndonjëherë. E ngre për Tristanin dhe për Izoldën, mbretreshën time të ardhshme. Tristan, më dukesh pak i zvet, a je mirë? Po, madhëri. Çdo gjë është shumë mirë. Por gotën e ke bosh ama. Urdhro e merr gotën time. Verë, zonja Branguin. Jo, madhëri, s'ka më verë, mbaroj. Kishte vetëm për ju dhe... Kuptova. Eja me mua dhe të tregoj se ku e mbajmë verën e mirë. Por, madhëri... Dhe dua t'i qosh edhe mbretit merr kur të kthehesh.
Izolda, Tristan, a dëshiron të dalim pak në verandë? Au, po vinzan, shiu. E gjeta më në fund shishen. Oh, po këta ku qënë kanë? Mos, që bëra kështu? Shpesoj mos ta kel pirë lëngun magjik të dashurisë. Izolda, dashuria ime për ty po bëhet më e fortë se besnikëria ime si kalos. Po ç'mendë? E pas kam pirë. Ku mund të takohemi para njëri? Nuk mund të qëndroj më gjatë këtu, Tristan. Jetë që s'mund të qëndroni. Natën vonë unë do të dalë në kopësht. Ti ka përce murin dhe eja dhe më tako atje. Natën e mirë, Tristan. Mos jeni çmendur gjë Ganelon? Po ju them atë që dëgjova, madri. Tani çdo veprim që duhet bërë mbetet vetëm në dorën tuaj. S'mund ta akuzoj Tristanin për diçka kaq të ulët. Prandaj eja të shkojmë ta shikojmë që të dy. Si të dëshironi ju, madri? Dëgjoj Ganelon. Po, madria juaj? Gjej vend edhe futu nëse po më gënjen. Princesh, ju lutem, mos e bëni këtë. Është me shumë rrezik. Vetëm do të bisedojmë, Branguin. S'ka asnjë rrezik. S'ka rrezik të takosh vetëm me një burr natën në shtëpinë e të fejuarit? Po vetëm do të flasim. Pastaj i gjithë vendi është shtëpia e të fejuarit tim. E ku të shkoj sipas teje? Theu në shtrat. Po vjen, madhëri. E pash, besoj se e kupton në ç'pozit më ke dhënë. Nuk do të pendoheni për këtë. E shikon, disa njerëz nuk rrin do të rehat. Kalorësi im. Princesh. Qenë ka bretkos. Çfarë ju shkoi në mendje, zoti Tristan? Po ç'ishte kjo? Si kërkuat t'ju takoja këtu? Çdo të mendoj njerëzit nëse na shohin. Princesh, ju kërkoj falje. Por kjo është punë private mes ne të dyve. E çfarë pune pas kemi ne të dy? Më dëgjo. Me këtë shpatë u munda xhaxhain tënd mërhol. Mbas e pyet veten se pse e mbaj ende kur ju ka shkaktuar kaq shumë vuajtje. E mbaj këtë që të më kujtoj detyrën ndaj jush dhe mbretit Mark. Por ju betohem se s'do ta përdor kurrë kundër miqve tuaj apo për ndonjë gjë tjetër veç mbrojtjes së mbretit dhe mbretëreshës. Natën e mirë, princesh. Më duket se e kuptuan që po i përgjoni, madhri. Mos më fol më, Ganelon. S'dua të dëgjoj më për akuza e përgjime. S'dua të dëgjoj më asnjë fjalë për princeshën. Madhri, po kjo është... Besoj se më kuptove, Ganelon. Po, madhri. Ja dolëm ban shpirti. Ej, po ti çfarë do të bësh sonte, buguroshe? A, më thuaj. Më fal, shef. Ai më poshtëroi, më kërcënoi, më bëri të duket si budalla. Ai e dinte. Po e dinte, nuk e di si, por ai e dinte. Kam pritur me durim për Fronin, por tani u dashka të iqem qafe e të lë atë piciruk që të më marri mua në kthes. Mua! Më duket se erdhi koha që të veproj me dinakëri, e kuptoni? E të me thënë, deri tani keni punuar me pastër te... Sheve kohë, idiot! Nëse e qafe Tristanin, mund të vrasë edhe mbretin. Nëse vrasë mbretin, atëre nuk ka dasëm. Nëse nuk ka dasëm, atëre jemi në luft me Irlandisin. Nëse jemi në luft me Irlandisin, atëre banorët do të kenë nevojë për një udhëheqës. Edhe nëse kanë nevojë për udhëheqës, do të më zgjedhin mua. Çfarë janë këto? Dhurata dasme, po vinë nga të gjitha anët. Tek porta pash që po sillnin një katapult ku kishin lidhur një fjongo ngjyrë roz. Katapult, the?
Po, pikërisht një katapult. Nuk e di kush ma ka dërguar, por do t'jetë duke ardhur tani. Hapi rrugën, shpresoj të jenë rregulluar problemet. Kjo makina e mallkuar prishet gjatë gjithë kohës. E ku ka si masazhi? Nëre, pra kështu Dasma po afroi, ndërsa Ganeloni lig po tërboi fare nga inati. Ai kishte vendosur ta hiqte një herë mirë qafe Tristanin. E urrejat njeri. E besoni do se çfarë bëri apo jo? E bindi mbretin ta tregonte Tristanin në një mision ushtarak, ndërkohë që vazhdonte të thurte planet e tij djallëzor. Shëndetje, djalosh. Dashuria duhet jetë shumë gjë e bukur, apo jo? Fol për vete. E dëgjoj, kur do të nisesh ti? Nesër. A e di se çfarë mendova? Ti nuk do t'jesh në dasmë. Shumë mirë. Mendoja se Ganeloni të donte këtu për dasmën. Çfarë do të thuash me këtë? Të lutem djalosh, nuk e kupton që ai të ka marrë shumë inat. Duhet të jetë shumë xheloz për karakterin tënd të fortë. Duhet të të ketë ngritur ndonjë kurth, është e sigurt. Unë mund ta ndaloj. Nuk e ndalon dot. Këto nuk janë nga ato betejë që fitohen me shpatë, djalosh. Ganeloni është shumë i zgjuar, ndërsa ti je pak i lehtë. Unë mendoj që ti ta refuzosh urdhrin. Ta refuzoj? Kjo është qesharake, mbase ti je xheloz, sepse unë nuk kam më nevojë për ty. Në rregull, pra. Si të duash. Shihemi në Vareza. Në rregull. Më fal që të fol ashtu, por më inatose. Pak. Zoti Tristan! Zoti Tristan! Po, çfarë është? Një mesazh për ju, zotëri. Nuk pret puna për këtë tani? Jo, nuk pret. Princesha Izolt pret një përgjigje. Izolta? Dëgjova që do të nisesh nesër. Duhet të flasim para se të ikësh. A do vish të më takosh në dhomën e Branguinës në kullën lindore? Të lutem Tristan. Mos më shgënje, Izolta. I thuaj po. Pak! Më fal! Ktheu! Pak! Madhëri, dilni se është urgjente. Zoti Tristan dhe princeshi Izolda. E çfarë ka? Nuk më nxëgoja të them. Tristan, futu brenda, shpejt! A është e vërtet që Marku po të dërgon në luftë? Jo në luftë. Thjesht do të ndjek disa pirat danez, kaq. Për sa kohë do të ikësh? Patrullimi kërkon rreth një javë. Më pas, po mendoja të kthehesha në Liones. Përse? Ndoshta duhet të qëndroj larg, mund të harroj njëri tjetrin. Për këtë më sollaj këtu? S'të solla unë, ti më dërgove një pusull. Jo, më dërgove ti pusullu. Për të pritit! Na kanë futur në kurth. Serioze do të Vendir kot spatën djalosh ke për televizor. Ashtu mendon ti, more, kokbosh. Kafe! Kush, unë? Tani në vismër! Unë dhe math, por unë... Pa ta urdhën e Ganelonit. Kjo që nga... një grua për mua. Shpejt! Tek shkallët, shpejt! Im zot, nuk është ashtu si... Merreni Tristanin dhe qojeni në qeli. Dërsa princeshën Izold, qojeni në dhomën e saj dhe kyçeni brenda. Jo prit! Princeshi Izold dhe zoti Tristan janë fajtor për tradhti. E çfarë kërkon nga unë, Lord Ganelon? Turrën e druve. Ti djeg në turrën e druve? Asgjë më pak. Nëse ti refuzon, krahinat veriore do të shkëputen, edhe unë nuk mund të bindem, edhe as t'ju qëndroj më juve besnik. Asun. Nuk dua që ti bëj keq asaj. Tani e vetmja gjë që ka rëndësi është traktati me Irlandisin.
Ju mund të ekzekutoni vetëm Tristan. Edhe kjo mjafton, besoj. O, mos, çfarë bëra kështu? O, princesh, sikur ajo eri mallkuar të mos e kishte sjell kurrë në Irlandis. Jo, Branguina, mos i thuaj ato fjalë. Për mua ajo eri ishte fllak vjetë, ishte gjithçka. O, milet, dëgjoni e mbani vesh! Kalorësi tradhëtar Tristani Lionesit do të ekzekutohet sot në kodër për krime kundër mbretit Mark dhe shtetit ton. O, milet! Nuk duhet ta lë që të ndodh kjo gjë. Unë duhet ta ndal. Madhëri? Çfarë kërkoni? Dhurata të tjera martese, madhëri. Vin nga mbreti Morsis. Faleminderit. Do t'i shoh më vonë. Ai dëshiron t'ju prezantoj personalisht dhuratat, madhëri. Duhet të përballet me Ganelonin dhe ta ndaloj këtë gjë. Mund të largohesh. Me u gati. Obori edhe populli duhet të marrë vesh se kalorësi i rrem Tristani Lionesit është fajtor për tradhti kundër mbretit ton të dashur Mark. Dënimi është të digjet në zjarr. Ke ndonjë gjë për të thënë para kryerjes së ekzekutimit? Unë nuk kam kryer asnjë krim Ganelon. Këtu përfundova nga dredhit e tua. Faleminderit, zoti Tristan. Faljani jetën, ai na shpëtoi fëmijët ne. Fatkeqësisht mëshira dhe butësia ndonjëherë duhet ja lënë vendin shpatës së drejtësisë. Vazhdoni se nuk kemi shumë kohë tani. Unë do të kthehem në kështjell sepse mbretin e pret një aksident shumë i rëndë. Domethënë, i rëndë për të edhe me fat për mua. Çfarë? Miru pafshim, zoti Tristan. Ganelon! Ganelon! Frikacak ti, e jam teshu me mua në nuk kam kohë, po merrem me luftën kundër Irlandisit. Edhe kështu princesha Isolde është robin lufte dhe natyrisht objekt me vlerë të lartë shkëmbimi, e kupton të? Mbreti! Dikush duhet të shkojë të shpëtojë mbretin! Nxitoni! Nxitoni! Do që shpëtoj mbretin! Shtreqë! Çfarë drejtë? A lejohet hyrja në këtë testë apo është me ftesë këtu? Pak! Mos po prishje gjezdhanën e përrallave ti. Më zgjidh shpejt! S'kemi kohë për shaka, pak! Në rregull. Mos e humb të ruan dhe lëre magjin të veprojë. Në rregull. Tristan, kemi akoma kohë për të shpëtuar mbretin. Kali po të pret pas kodrës. Ik tani! Ai pensan si u bën. Shikoj si bravojnë. Duhet të largohemi që këtej. Punë e mirë, djema, ju lumt. Tani e kam edhe luftën, edhe kurorën që doja. Ganelon, o tradhtar, duhet ta kisha kuptuar. Po, duhet ta kishe kuptuar. More fund, plakush.
Të paktën e pe trashëgimtarin para se të vdisje. Tani erdhi momenti i lamtumirës, madhëria juaj. Ganelon! Ganelon! Ti! Po ti vdiqe! Më falë që të shgënjeva, Lord Ganelon. Tani të erdhi fundi, djalosh. Kjo pun do mbaroj pa tjetër këtu. Të fundit për të thënë more fëmijë. Lord Ganelon? Po, zoti Tristan. Keni dëgjuar për ligjin e gravitetit? A? Tristan bir. Unë të akuzova kot, por më gënjeu Lord Ganeloni. A I donte fronin tim. E di, madhëri. E po, besoj se tani ati nuk I duhet në froni. Tristan, a e dashuroni akoma princeshën Izolda? Nuk e mohoj dot, e dua më shumë se jetën. Po, Izolda, atë do akoma ty. Se, do më thënë, duhet ta pyesni. Tristan, unë e di shumë mirë të vërtetën. Tristan, pas ke shpëtuar. Himzo, jeni vrar. Më lejoni të kujdesem për ju. Ka ko për këtë. Më ndihmoni të ngrihem. Tani më dëgjoni të gjithë. Duhet të bëhet dasëm. Mbreti Cornalisit duhet të martohet me princeshën e Irlandisit, ose ndryshe bëhet luftë. Por princesha nuk më do mua. Ajo do dikë tjetër. Dhe unë s'dua që ajo të sakrifikoj lumturinë e saj për të mirën e vendit ton. Ndaj fronin e Cornalisit, po ja len nipi tim Tristan. Unë s'mund të bëhem mbret. Unë nuk e di se si. Do të mësosh gjatë jetës, biri im. Kështu bëra dhe unë. Dhe kështu po I lë Tristanit përgjegjësinë për të siguruar paqen mes gjithë kombeve. Është përgjegjësi e rëndë, por besoj se ai do t'ja dalë mban. Por më parë duhet të martohet me princeshën Izolda. U preka. Ata u martuan në katedralen e madhe të qytetit dhe festa zgjati për plot 12 ditë. Erdhën njerëz nga të katër anët, por askush nuk ishte më I mirëpritur se mbreti Rur, mbretresha Eleonor dhe guvernatori. Ata s'dinin se si të ma dërgonin mua ftesën, por unë shkova edhe pa të. Urimet më të përzemërta për ju, mbreti Tristan dhe mbretresha Isolde. Kush është ky Tristan? Ky është një miku im I vogël. Ai më shpëtoi jetën. Kështu pak, ja dola ti mbijetoja më në fund profecisë tënde.
ti mbjetoje. Hej, djalosh, aventura ende nuk ka filluar mirë. Por ti vazhdo, shijoje muajin e mjaltit, se me të tjera do të merremi pak më vonë. Do t'jetë fantastike. Çfarë gjë është të tjera? Mos u mërzi, djalosh, ti do t'ja dalësh më vonë. E po mirë, na thuaj të paktën. Nuk ta tregoj. Dhe me kaq prava jone bukur mbaroi. Ha, histori e bukur apo jo? Por si i thon, fati është shumë i çuditshëm. Është si pema që i hap degët në të gjitha anët, por bashkohen bashkë në mes. Megjithse nuk ka rëndësi fundi një aventure, por si arrin deri atje. Kjo është edhe më e rëndësishmja. Ndërsa heroin tan i prisnin disa udhëtime të tjera. Ej, kush e fiku dritën? Më lëshova lule budallaqe. Ej, unë jam i modifikuar genetikisht. Ej, shiko prap kjo. Mos. Më përtypi prap. Kjo është e tmerrshme. Do një javë që të mi ke era tani. Dans ma nuit j'ai vu paraître ton visage adoré. Il m'a fallu te promettre que tout pourrait changer. J'ai entendu ta voix, attendu c'est certain. Je refusais les lois du destin. Je referai à l'envers le chemin pour te trouver. Je remuerai ciel et terre, réécrirai le passé. C'est plus fort que la mort, bien plus fort que l'oubli, puisque c'est notre vie qu'on choisit. Simplement on a su se retrouver pour l'avenir sous un soleil d'été. Seul notre amour a su nous apprendre à rêver. Demain et pour l'éternité. Et simplement on a su se trouver pour l'avenir sous un soleil d'été. Seul notre amour pourra nous rassembler pour demain et l'éternité.